përfundimisht, po fatkeqësisht ky tranzicioni politik në vendin tonë zgjati shumë. U bën më 25 vite ma tepër që po mundohemi me i konsolidu institucionet demokratike në vend, me konsolidu pavarësinë e shtetit, si atë të brendshme, ashtu atë të jashtme, por shihet që kemi vështirësi të mëdha. Po shihet se janë duke bërë kompromise të mëdha me sistemin e vlerave shoqërore në funksion të realizimit të qëllimeve afatshkurta politike dhe të tjera, dhe natyrisht se kjo mandej shkon në dëm të dimensionit shpirtëror të njeriu, të shoqërisë, vlerave etike dhe morale të shoqërisë, e çfarë do lloj shoqërie pa themelin e vlerave etike dhe morale që buron nga tradita e asaj shoqërie ka vështirësi në funksionim edhe atë politik. Edhe po e shohim këto ditë posaçërisht, po e shohim se po del në sipërfaqe çdo herë më tepër ai dimensioni individual i pseudovlerave dhe vlerave e jo dimensioni kolektiv. Pra, jemi duke humbur atë ndërgjegjen kolektive e cila e rregullon edhe funksionimin individual, edhe të politikanit. Pra, de facto, individi po del përmbi shoqërinë.